prej nga e merrte forcën, prej nga ngushëlloi pejgamberi alayhi salatu wasalam që me e vazhdu jetën. Kjo ishte energjia dhe furnizimi pejgamberit alayhi salatu wasalam pas mbështetjes në Allahun dhe ndihmën e Allahut, terapin të cilën më ka dhënë Allahu që quhet a jam të e përdor. A jam të e përdor 5 herë ditë. Andaj wasta'inu bis-sabri was-salah. Ndihmoni të ndërruar vëllezër. Amoni ju sepse kështu do të shpëtojmë edhe telashe dhe problemet e bahiretit që pas të ndëruar vëllezër besimtar. Një ditë përderisa ndodhej pranë Qabës dhe kishte filluar me fal namazin ashtu qysh e kishte zakon dhe ashtu qysh e ndinte qetësinë dhe prehjen në namazin e tij, pranë Qabës të bekuar, mirë pa aty afër ishin kokat kryesore të armiqve të tij. Ndërsa në anën tjetër, dikush po e vështron këtë ngjarje nga larg, duke mos patur guxim për t'u përzier në ta. Ngjarjen e transmeton Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu, shok i pejgamberit alayhi salatu wasalam, i cili ishte bërë musliman qysh në fillet e para të thirrjes së Muhamedit alayhi salatu wasalam. Mirë po i dobët dhe i pafuqishëm Mekë, saqë po thuajse të gjithë atyre që ju mushte mendja me torturu dikanin e torturanin këtë. Dhe po i shikon pejgamberin alayhi salatu wasalam duke u falë rreth Qabës, nuk ishte guxim as më afro afër, e le më dol në ndim për çka do të ketë nevojë në vazhdim. Këta kokat kryesore, idhujtare të Mekës, duke u tallë me pejgamberin alayhi salatu wasalam, duke bërë shpifje dhe duke e përmendur me shprehjet më të ulta, nuk mjaftoheshin me këtë. Mirë po Ebu Gjehli, faraoni i këtij umeti, arroganti më i madh që ka ekzistuar në këtë kohën e fundit, po i thot të atyre të pranishme, a është dikush burr, sepse ai vetë s'po guxon, a është dikush burr që shkon e merr ato që zorët edhe ato që i ka pastru postermën filani, e që i ka qitë se të dikun ofër, me marrë dhe mja vendos Muhamedit në shpinë kur ai të bjen poshtë. Ku të bën sejdë. Edhe në bisede sipër, quhet njëri prej tyre njeriu më i dëshpëruar dhe më i palumtur dhe më i zi në këtë kohë, Uqba ibn Abi Mu'ayt thot unë e bëj këtu. Edhe i merr zorët Allahu ju nderoft dhe e merr gjithë ato që i ka pastru postermën edhe i ka gjujt, ai jaroni që e ka prej postermën edhe ja vendos pejgamberit alayhi salatu wasalam duke qenë në sejdë. Çka është i bë? Kujt ja ka zonë udhën? Kujt po i pengon? Kujt ja ka nol dritën? Askujt. Mirë po zullumçari nuk pyet a është e bë me drejt apo është e bë pa drejt. Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu, i cili po e shikon prej slartit këtë ngjarje, thotë zemra më digjej kur e pasha të dërgojnë Allahut që s'mund të më me ngrej kryt prej peshës së ranë që e kishte, lancja dhe zorët që ja vendosën shpinë. Mi po çka me bë? Që nuk guxoj as më afru, sepse Allah pa u afruar më kapke tortura dhe dënimi i tyre. Dhe thotë shkoj dikush në shtëpitë pejgamberit alayhi salatu wasalam për me i thonë ndihmoni të dërguarit të Allahut ose s'po moj. Kujt më i tregon në shtëpi? Kanë kishte në shtëpi pejgamberi alayhi salatu wasalam, pos Fatimes, një fëmijë të vogël. Edhe po i thënë, shkoni moj babës tanë, se në zërë është. Edhe tash, sikur se çdo fëmijë i cili nuk ka qef me pa babën e vet keq, edhe sikur se çdo fëmijë që krenohet me babën e vet, ashtu siç ishte e veshur, edhe pse si fëmijë me tesha të gjata, u nis drejt Qabës. Mirë po nga shpejtësia e madhe për me mritë pejgamberi alayhi salatu wasalam më shpejt, edhe për me i ndihmu babës vet, e shkelte rrobën e vet shpesh edhe rrëzohej edhe rrotullohej derisa më rrini te pejgamberi alayhi salatu wasalam. Kur po e sheh pejgamberin alayhi salatu wasalam që s'ka fëmijë që dëshiron me e pa babën e vet ashtu. Pastaj edhe nuk ka babë, as nuk ka prind i cili don që fëmia i tij i vogël që s'ka mundësi me ndihmu me e pa babën e vet duke u torturuar këtë formë, mirë po ja që ndodhin prej zullumçarëve edhe ajo që se pret, edhe ajo që është jo njerëzore, edhe ajo që i te i kalon gjitha kufit e normalës, edhe mur Fatimia radhiyallahu anha, çka kishte mundësi ajo? Çka kishte mundësi me atë dorën e vogël, po i ndihmon pejgamberit alayhi salatu wasalam me i largu prej shpinës, edhe me ngrit trupin e tij prej sejdës. Edhe filloi me i mallku, filloi me i shoh dhe me drejt i shante dhe i mallkonte. Çka ju ka bë babën? Çka ju ka bë pejgamberi alayhi salatu wasalam? Kujt e ka nol dritë? Kujt e ka marr pasunin? Kanë e ka vra, kanë e ka shoh, as kanë. Deri dje, të gjithë i thonin njeriu më i mirë, njeriu më bujar, më fisniku, më i ndershëm, më i moralshëm, sot do bë më i keq. Edhe pasi u drejtu pejgamberi alayhi salatu wasalam,
kur e pa që më rrini situata deri në këtë moment, deri në këtë gjendje. S'po i nalin torturat, idhujtarët, kush me ndihmu pejgamberin alayhi salatu wassalam, pas Allahu të artsum, atëri ngriti duart të lartë. Edhe po don mu lut. Mirë, po ata të cilët ja shkaktuan këtë gjendje pejgamberit alayhi salatu wassalam, fillon mu dridh, sepse e dinin që doja i pranohej. Ata çdo ditë, edhe sa herë takonin thëshin rëndës edhe mashtrues edhe gënjeshtar. E mirë, pse po fiksohen tash? Pse po fiksohen për gënjeshtarit? E dinin se Muhamedi është i dërguar i Allahut, dhe Allahu i përgjigjet duas. Mirë, po mendje madhësia bën të çata mos e thonë. Edhe pse i thonin gënjeshtar, edhe pse i thonin se po sjell gënjeshta dhe rëna, kur pejgamberi alayhi salatu wassalam ngriti durr, fillon mu udhrill të gjithë. Gjithë fillon mu udhrill. Edhe po thot pejgamberi Allahut me plot të drejtë. Allahumma alayka bi Quraysh. 3 herë. O Allah, hiç më qafë këta Quraysh. O Allah, ti merru me ta. Ja, ata po dridhen më shumë. Tash filloi me i përmend me emra. Këtu ju hinë në jetët edhe më tepër. Allahumma alayka bi Abi Jahl. O Allah, ti merr hak në Abu Jahlin. Abu Jahli po dridhet sikur se thu pranuj. Për kujna? Veç atij që i ka thonë deri dje gënjeshtar, është të na thirr gënjeshtra, e mashtrim e mirë, pse po i tutesh mashtrimeve që tash? Pse po i tutesh një mashtruesit? Jo, se zemra e Abu Jahlit e dinte që ai është i dërguar i Allahut. Mirë, po mendje madhësia e tij se pranon. Allahumma alayka bi Abi Jahl. O Allah, merr hak në Abu Jahlin. O Allah, merr hak në Uqba ibn Abi Mu'ayth ai që ati. Ato zorë dhe ato plancin në shpinë. Shejbe ibn Rabia, Utbe ibn Rabia, Walid ibn Utbe, e i përmendi 6 transmetuesi Abdullah ibn Mesudi thot, shtati nuk më kujtohet kanë ka përmend. Pse se u shkon në situatë sikletshme dhe Abdullah ibn Mesudi. Thot e di që shtati ka përmend, po i shtati nuk më kujtohet me emër. Pastaj thot Abdullah ibn Mesudi, nuk ka shku kohë gjatë për kësaj ndodhije. Në luftën e Bedrit, 8 shtatit që i ka përmend pejgamberi alayhi salatu wasallam, dhe u shlut kundër tyne, do 8 shtatit i kanë pa dëvëram të shtrim betejën e Bedrit. Allahu kish marr hak, edhe Allahu merr hak pejgamberin e tij sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër, pejgamberi alayhi salatu wasallam këtë ngjarje që e tregon, po thuaj se e kishte përditshmëri, torturat, qoftë psiqike, qoftë fizike, qoftë maltretimet e ndryshme, qoftë torturat ndaj shokëve të tij, i kishte të përditshme. Kjo është një prej përditshmërisë e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Mirë, prej nga e merrte forcën, prej nga ngushëlloi pejgamberi alayhi salatu wassalam që me e vazhdu jetën, edhe me vazhdu thirrjen, edhe me vazhdu përhapjen e fesë, edhe për kundër këtyre torturave, edhe për kundër këtyre vujtjeve. Pa dyshim se pas mbështetjes në Allahun e lartësuar, mbështetje të fortë kishte namazi. Namazi ishte ai i cili jepte energji për me vazhdu edhe për kundër këtyre gjitha këtyre tortura dhe këtyre probleme dhe siklete me cilat ballafaqohej çdo ditë. Po pra namazin, sepse sa herë ngushtohej i dërguari i Allahut, i ngushtohej gjoksi, mërzitej, lodhej, raskapitej, i thoshte Bilalit, "Erihna biha ya Bilal." O Bilal, ti rezonin tim namazot, ushuaj, qetësohemi, të marrim energji, të forcohemi. Po pra, namazin e kishte energji pejgamberi alayhi salatu wasalam, sepse Allahu i lartësuar nuk ja obligoi namazin 5 herë ditë muslimanit, edhe në intervale të ndara kohore, vetëm se i duhet energjia e namazit për me vazhdu jetën. Sepse këto telashe, këto vujtje, këto probleme të dunjas nuk kalohen lehtë. Nuk kalohen lehtë pa u furnizuar me energji, pa u armatos mirë, edhe që mu ballafaqu me to. Ka mu armatos, ka mu furnizuar me energji, ja namazi. Wasta'inu bis-sabri was-salah, Allah thot. Edhe ndihmoni, çish ndihmoni kur keni nevojë, kur jeni në siklet, kur jeni ngosht, ndihmohuni me namaz dhe me sabër. Edhe sabër edhe namazi ju ndihmon. E pikërisht pejgamberi alayhi salatu wasallam i thoshte, "Erihna biha ya Bilal." O Bilal, të rezonin tim namaz, edhe të pushojmë, të qetësohemi, e të marrim energji, e të forcohemi të. Po pra të nderuar vëllezër, kjo ishte energjia dhe furnizimi pejgamberit alayhi salatu wasalam pas mbështetjes në Allahun dhe ndihmën e Allahut, me të cilën e vazhdoi rrugën e tij, plot sfida, plot probleme, plot tortura, plot 13 vjet. Pastaj vjetët e Medinës i kishte më të lehta, po ato nuk ishin pa probleme edhe pa telashe, por namazin e kishte karburantin kryesor, me thonë, pas mbështetjes në Allahun e lartësuar. Andaj sot na a kemi probleme me gjoksin? A na u ka ngushtu gjoksi? Mirë, që jemi me namaz? Si jemi me namaz? Pyete veten, sa herë ngushtohet gjoksi? E nini farsikletit të brendshëm, që jemi me namaz?
Pastaj, a nuk kemi probleme me familje, me fëmijët e tonë? Kemi. Qysh jemi me namaz? A nuk kemi probleme në punë, në biznes, me kolektivin e punës? Qysh jemi me namaz? Ku jam unë me namaz? Qysh furnizona unë me energjit namazit që me vazhdu jetën edhe për kundër këtyre të lasheve, edhe për kundër sfidave? Qysh jam me financa? Si jam mirë, si jam rahat, si kletë madhja, si kam kërkon llogari. Qysh jam me namaz? Ku jam me namaz? Pastaj, a kemi problemet pa shpjegueshme? Kam një farë sikleti, zdimja këtë dërgu kërkujna, e kam një farë zapullimit, brendshëm, e kam një problem. Qysh jam me namaz? Qysh jam me namaz? Sepse namazin Allahu i lartësuar na e ka lënë pikërisht për këto. Andaj të ndëruar vëllezër, besimtar. Shumica e problemeve tona, të cilat na bëhen të mëdha, kanëherë na bëhen të pakalueshme. Kanëherë na duken fundi i dunjas edhe kiameti, wallahi billahi lehtësohen me namaz. Nuk ka dyshim. Sepse kështu pejgamberi Allahut i lehtësonte problemet e jetës së tij me namaz. Andaj e kemi shembull të dërguar në Allahut. Ku jemi na me i thonë me i zinit e rihna biha. Hajde të im namaz, hajde të shkojmë mu falë edhe të qetësohemi, edhe të jeki një herë për gjithmonë, ose të relaksoj veten, të namazi pra. Ku jemi na me fjalën e Allahut wasta'inu bis sabri was salah. Sa herë që jemi në sikletë dhe në telashe, mund ndihmu me sabër dhe namaz. Ku jemi na? Para atë, sa herë na ndodhin këto probleme këto telashe, ku jemi me namaz? Qysh jam me namazin tim? A jam të e përdor terapin të cilën më ka dhënë Allahu që quhet namaz, a jam të e përdor? A jam të e përdor 5 herë ditë? Edhe ato sipas termineve që i ka lënë Allahu, që është mjeku i mjekëve, edhe i gjithdijshëm. A jam të e përdor terapinë e mirë? Kjo të nderoj vëllezër, me që namazi në ditën e gjykimit do të jetë lider i gjitha punëve. Të gjithë pothuajse kemi dëgjuar që pejgamberi alayhi salatu wassalam në ditën e gjykimit thotë puna e parë për cilën do të pyetet besimtari është namazi. Mirë. Deri që tu jemi në rregull. Po çka pas? Thotë, nëse namazin e ka në rregull edhe punët e tjera kanë mbi rregullu. Për arsye se ai që është i rregullt me namaz edhe punët e tjera i ka në rregull. Ama me namaz në rregull, me përkushtim, me porulje që e fal namazit. Nëse namazi nuk është në rregull edhe punët e tjera kanë më ju shtjellu dhe punët e tjera kanë më i dalë të rregullume. Kjo në ditën e gjykimit, po edhe në këtë botë namazi duhet me qenë lideri të gjitha punëve të tjera që i keni. Namazi duhet me qenë lideri në familjet tu, në sjelljen teme me familje, me familjarët e me, me fëmijët, me punën, me biznesin, me financat, me të gjitha problemet edhe të gjitha tellashet me të cilat ballafaqona, namazi duhet me qenë lideri. Namazi duhet me pas fjalën kryesore aty. Pse po ndodhin këto? Pse nuk jam rahat? Pse jam siklet? Çu jam me namaz? Kur i kum përgjigje Allahut, i cili thot hayya ala salah, hayya ala al-falah, e janë namaz, janë shpëtim. Kur i kum thon erdha wallah. La hawla wala quwwata illa billah, me thon. Nuk ka lëvizje dhe nuk ka forcë vetëm se me Allahun e thon. Erdha namaz. Andaj të nderuar vëllezër, namazi është ilaçi më i mirë edhe më efektiv nëse e përdorim çish na ka porositur Allahu i lartësuar. Nëse e përdorim edhe nëse him në namaz çish na ka porositur Allahu i lartësuar, vallahi kanë me na uletsu edhe te lashet e dunjos, edhe problemet kemi me poma të vogla, edhe gjoksin kemi me kemi me nima të shlir, edhe zemra ka muna u shliru, edhe shumë probleme dhe garamete dhe telashe, të cilat janë pa shpjegueshme në kokën tonë, që s'na lën rahat, e që s'na lën rahat as në shtëpinë tonë, as punën tonë, as në rrugë, as në xhamia të shtëpi, kanë mu hiq me izin e Allahut nëse i rrim namazin e gati. Andaj, wasta'inu bis sabri was salah. Ndihmoni me namaz dhe me sabër. Ndihmoni të nderuar vëllezër. Amani i kuft, ndihmoni në të gjitha këto telashe, këto probleme të dunjos me namaz, sepse kështu do t'i shpëtojmë edhe telashe dhe problemet e ahiretit me namaz.